të miturit, dënimi për të mitur është maksimum 10 vite për të miturit. Ndërsa për personat e tjerë mund të jetë edhe i përjetshëm dënimi që është i përjetshëm. Lidhur me dënimin që mund të shqiptojë gjykata. Mirë po, gjyqtari është i lirë në vendimet kur brenda ligjit, domethënë. Ai në vendimet e veta brenda ligjit mund të sheh që ka elemente për kufijtë e zbutjes së dënimit apo të rëndimit. Edhe tek dënimi të shpallja e gjykimit, gjyqtari, secili gjyqtari merr parasysh veprimet të cilat provat që prokuroria i sjell. Po edhe veprimet të cilat veprime sa ka qenë intensiteti i veprimeve secilit. Edhe për me shpall një dënim. Për shkak se për një vepër penale, edhe pse mund me qenë 5, 6, 7 persona, gjykata dallon edhe në ashpërsimin e dënimit, në sanksionin penal. Për shkak se për secilin merr parasysh veprimin e tij, se çfarë veprimi ka ndërmarrë për kryen e veprës penale. Edhe nxitja drejt vrasjes, pra thoni se ka vërtet përjetshëm? Po, shtytja drejt vrasjes, po nëse shkojmë me një organizim, edhe atë ka ndodhur një vrasje e një zyrtarit, ai është organizim për shkak se personat shkojnë si të organizuar se cilët kanë kryer veprën penale me organizim. Domethënë, secili prej tyre ka pas rolin e vet gjatë